17 korrik. Ruhu nga mosbesimi. Prandaj, ashtu siç thot fryma e shenjtë, sot po të dëgjoni zërin e tij, të mos i ngurtësoni zemrat tuaja si në rebelim, gjatë ditës së sprovimit në shkret të tjerë, ku më sprovuan etërit tuaj me anë provimi dhe pan veprat e mia për 40 vjet. Hebrejnjve 3, 7 deri në 10. Përpara se izraelitët të hynin në tokën e premtuar, Perëndia i urdhëroi të dërgonin 12 vëzhgues në Kanaan për një mision zbulimi. 2 prej tyre, Jozueu dhe Kalebi, janë të famshëm për raportin e tyre si pakic, sipas të cilit arritën në përfundimin që toka ishte gati për t'u marrë në zotërim. Megjithatë, populli nuk i dëgjoi, duke treguar mosbesim ndaj Perëndisë. Pavarësisht nga të gjitha provat që kishin pasur për besueshmërinë e Perëndisë, izraelitët shpejt u kthyen besimit në gjykimin e tyre. Në një çast mosbesimi, njerëzit kishin frikë se do të vdisnin nëse do të zgjidhnin të mbështeteshin në fuqinë e Perëndisë, siç po i nxisnin Kalebi dhe Jozueu për të mposhtur një armik të madh. Numrat 13:25 deri në 14:4. Perëndia reagoi me gjykim. Në vend që të shijonin tokën e premtuar, një brez i tërë e kaloi pjesën e mbetur të jetës së tyre në shkret të tjerë, duke mos e përjetuar kurrë gëzimin që u kishte ofruar Perëndia. 14:21 deri në 23. Ashtu si izraelitët, ju dhe unë priremi nga mosbesimi. Shkrimtari i Hebrejnjve na paralajmëron: kini kujdes vëllezër, se mos të gjendet në ndonjë nga ju një zemër e ligë mosbesimi, që të largohet nga Perëndia i gjallë. Hebrejnjve 3:12. Një nxitje e tillë nuk do të ishte e nevojshme nëse nuk do të ishte e mundur që ne të kishim zemra mëkatare dhe mosbesuese. Ne duam të mëkatojmë, ne duam të ndjekim rrugën tonë, ne nuk duam të besojmë. Mosbesimi na ngurtëson dhe kur Bibla predikohet, në vend që fjala e Perëndisë të vijë në zemrat dhe mendjet tona si fara të mbjella në tokën e gatshme, zemrat dhe mendjet tona bëhen si një çati prej llamarine të valëzuar. Sa më shumë që na jepet mësim nga Bibla, aq më tepër dobësohet efekti i saj në ne dhe bëhet i ngjashëm me shiun që bie vazhdimisht mbi llamarinën, në të cilën nuk mund të depërtoj dot. Prandaj, tregohu vigjilent në mënyrë që zemra jote të mos bëhet e papërshkrueshme nga e vërteta e shkrimit. Ki kujdes që të mos bëhesh dikush që e mbron Biblën, që u tregon të tjerëve për të dhe citon prej saj, por ndërkohë e ngurtëson zemrën ndaj asaj që Perëndia po të thotë në të. Si të mbrohemi nga një mosbesim i tillë? Nxitje të tjera të kujtojnë atë që Perëndia ka bërë në Krishtin dhe përmes tij, dhe kërkoju atyre të bëjnë të njëjtën gjë për ty. Kolosianëve 3:16. Kërkoi të njëjtit frymë që e ka shkruar shkrimin të veprojë në zemrën tënde, ndërsa e dëgjon zërin e tij. Teksa të kujtohet fuqia dhe kujdesi Perëndisë, dhe teksa fryma vepron në ty, zemra jote do të zbutet për t'i pranuar farat e fjalës së tij.